Një aksident me pasojë dëmtimin e një shtetase është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e Skelës. Njëri prej mjeteve të shërbimit urban ka shtypur një 50 vjeçare në momente kur kjo e fundit ishte duke zbritur nga autobusi. Ngjarja ka ndodhur në një nga stacionet e qendrimit të urbanëve. Mësohet se autobusi ka lëvizur në momentin kur 50 vjeçaria ka qenë duke zbritur, duke shtypur me rrotë në njërin këmbë, ndërsa është nisur me urgjencë drejt spitalit, ku mësohet se nuk ka asnjë rrezik për jetën. Në vend ngjarje kanë mbritur dhe uniforma blu të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes, ndërsa në pyetje është marrë drejtuesi i autobusit urban, por edhe të tjerë dëshmitar. Problematikat e autobusëve urban në Vlorë janë tashmë të njohura. Autobusët janë një shkushteve për të qarkulluar në qytet, ndërkohë që janë prodhime të viteve 80. Në shumë raste autobusët për shkak të konkurrencës me linjat private lëvizin me shpejtësi te normave të lejuara, duke u bërë burim aksidenti, si në rastin e fundit. Zëvendësimi i autobusëve aktual me mjete të reja është kërkuar të kryhet disa herë, por aktualisht në qarkullim vijojnë dhe mbeten mjete që kanë mbërritur në Vlorë prej vitit 2006 nga shteti italian, në gjendje të përdorur edhe në atë kohë.